falëndrimi takon madhnisë Allahut, që na ka mundsuar Allahu ta lusim vetëm Zot që meriton të lutet, ai është Allahu një, i pashoq, dhe Allahun e lusim që Allahu të na udhëzon në rrugën e tij deri në momentet e fundit të kësaj bote. Allahun e lusim sa i pranon lutjet e robërve të devotshëm, Allah i pranoft agjërimin ton, namazin ton dhe gjitha adhurimet që i kemi bërë në këtë muaj të begat, muaj të fitores, muaj të ndryshimit, që ne të jemi sa më afër Zotit. Njeriu afër Zotit është kur i bën sejdë Zotit, wasjud waqtarib, dhe bën sejdë se je afër Zotit. Dhe kjo sejdë dhe ky namaz dhe gjitha adhurimet tjera janë thjesht, janë lutje ndaj madhnisë Allahut. Besimtarë nderuar, ne folëm për vlerën e lutjes, disa nga ajetet dhe hadithet që flasin, dhe thamë se dëshmia e adhurimit ton, e imanit në Allah është që ti me lutë Zotin, që është një. A ka mundësi mu kanë dikush musliman, ai shka nuk e lutë Zotin? Nuk ka mundësi. E kanë lutë pejgambert e Zotit, e kanë lutë sahabët, që Allahu i ka ngrit dhe i ka shpëtuar në dynja dhe në ahiret, dhe Allahu na ka bë obligim neve dhe na ka thirr neve që ne ta lutim vetëm Zotin dhe kërkan tjetër. Wa idha sa'alta fas'alillah. Dhe kur të kërkosh, kërkon nga Zoti. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të mbështetesh, mbështetu tek Zoti, pastaj tek sebepet. Por kërkesa e besimtarit duhet me qenë drejtuar madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Transmeton Anas ibn Maliku radiallahu anhu, i cili thot: Allahu nuk e qel derën e robit nëse Allahu ta ka mshel një derë, edhe ti e kërkon lutje Zotit, Allahu nuk e le atë derë pa ta qel. Me një kusht, me qeni sinqert në duan tënde, i bindur se Allahu të përgjigjet, dhe lutja me qenë vetëm një Zotit, e Allahu ta qel derën. Dhe kemi përmend në derset e kaluara se Allah azza wa jall ka përmend shumë argumente që ja u ka qel pejgamberëve të Zotit. Nëse në dynjaja ka rrugë, dhe për mu nis prej këtu i dikon dush me ndjek qatë rrugë, se nisësh ti ku s'ka udhë, dush me ditë rrugën, udhën për me mrin destinacionin e duhur. Dhe sot një destinacion dush me gjetë Shkup Stamboll, por udha është e qelta, është e msheltë, mu të mshele udha më në mrin në vend, jo. Dikush ka punu për atë udhë më ta qelë. Por rrugët e sotit janë më të lehta sot se para 100 vjetëve. Tash e ki autoban, tash e ki malet, i hyp kerrit, tempomatin edhe mrin, bile edhe navigacionin edhe mrin. Edhe thamë se lutja është lloj i trunit të adhurimeve, që ja jep destinacionin ku do me mrin, ku ka gabim më të madh se ti m'ia dhon trunin tan me lut dikan shka s'meriton. Prandaj Allahu është ai që meriton. E hoq, shka ka lidhje kjo në dynjat? Po Allahu në dynjat ka caktuar dhe ka thënë wa anna hadha sirati mustaqim. Kjo është rruga ime e drejtë, e qartë, e ka vizituar në shkretin. Fala tattabi'u subul, dhe ka thënë mos hec në gjatë dhe në shmajt. Pse? Se në gjatë dhe në shmajt të çorsokak dhe se në mrin ku do në me mrin. Atëre lutja çon destinacionin e duhur. Për në dynjat jena të folë, për në tokë. Hoq po 1/3 e dynjas është ujve. Atëherë rrugët e detit, qysh mujna mi kalu? Kush i qanë detin ato qanet? I qajnë anijet. Allahu thënë Kur'an: inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Allahu përmend për ekzistencën e tij, thot inna fi khalqis samawati wal ard. Allahu ka krijuar qitë dhe tokën. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar, edhe ndryshon ditën dhe natën. E ka përmend edhe anijen që lundron, ka të kallëzuar se ti
se një del detit pi knej, s'ka hi dikush knej detit, ose në knej oqeanit me dalë në tona. Se në qanë oqeanin, përvec se me hyp në njën, e cila i plotson kushtet dhe standartet për më qitë në tona. Kjo është udhëtimi tokës, o vëllezër. Janë tokë, janë ujë, dush me hecë. E ulemaja kër i kam përmen këto udhëtimet e dynjas që duhet me pas rrugë, e udhëtimet e detnave që duhet me pas oqean, e duhet me pas anije me hyp në ta, atër kush e qanë qiellin me mrin rahmetin e Zotit me shku në xhennet. Udhëtimi jonë për në xhennet, kush e qanë qiellin, përveç se një, është lutja ndaj madhnisë së Zotit. Prandaj për me shku në xhennet është shart për me lutë madhninë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi me hinë xhennet pa e lutë Zotin. Dhe thamë në dersin e kaluam se është ibadet shumë i lehtë. Veç një bindje duhet më shumë. Në xhihad duhet mund, duhet parë, duhet sakrifit, gjak, shpirt. Namaz duhet abdes, duhet kible, duhet në xhami me shku duhet. Duaja vazhdimisht me lutë Zotin. Por do të përmenim më vonë sot disa kushte të duas dhe disa momente që Allahu i pranon të lutjes, kohë dhe vend që i pranon Allahu azza wa jall lutjet. Nëse lutja është qelsi i rahmetit Zotit, qelsi i rahmetit Zotit, e nëse me marr abdes, me hin namaz, qelsi i namazit çka është? Është abdesi, nuk pranohet namazi pa marr abdes. Mirë, po me hin namaz do të kohë, shartet e namazit, mu kanë koha, mu kanë ka kibla, mu kanë i meqë, mu kanë bylyk, janë shartet. E po mirë, me hin rahmet Zotit, çka duhet? Me kërku rahmetin e Allahut. Me kërku rahmetin e Zotit. Prandaj qelsi me trokit në qiellin e Allahut azza wa jall, në rahmetin e Zotit, udhëtimi jot për ka qielli për në xhennet, na kret adhurimet janë lutje. Por pikësynimi jonë është me arrit faljen e Zotit, mëshirën dhe faljen e Allahut, e cila nuk arrihet përveç se nëpërmjet adhurimeve, lutjeve ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Sot do të flasim pse ne e lutim Zotin dhe pse duhet me lutë Allahun subhanahu wa taala. Se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lejse shejun akramu ala Allahi min ad-dua, nuk ka gjë më të ndershme, më të privilegjuar se lutja ndaj madhnisë së Zotit. Transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, ti e lut dikant dhe dikuj na thash i bëhet qefi, dikush i dhrohet, Allahu azza wa jall hidhrohet me atë njeri prej fryteve. Pse na e lutmi Zotin? Për shkak se Allahu hidhrohet ai që nuk e lut Zotin. Zullumqart nuk e lutin Zotin, mushrik nuk e lutin Zotin, qifut nuk e lutin Zotin. Ata e lutin Isën alayhis salam, ata e lutin Uzairin alayhis salam, ata e lutin Budën dikon, dikush lopën, dikush dillin. Na e lutim me Allahun një. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alayh." Ai që nuk e lut Allahun, ai që nuk ban lutje te Zoti, Allah e hidhrohet. E pa ki qef më kanë i hidhrum Zoti me ty? Apo ki qef më kanë i knasht Allahu me ty? Nëse don që Allahu ta kënaqë zemrën ty, atëherë lutë Zotin sa më shumë, sa më shumë. Thot Ibn Kaimi rahimahullahu taala, njeriu sa më shumë e lut Zotin, ai jep dhe i përgjigjet, ndërsa njeriu sa më shumë ta lutsh, ai hidhrohet dhe largohet prej teje. Dhe lutja përveç që tregon se është akramu shay, është je i nderuar te Zoti i Madh, që Allahu ta ka mundsuar ti me lut Zotin. Allah i përdon që ti pe lut Zotin. E treta është Allahu azza wa jall është delil se ti e ke një argument të imanit të fortë, se veç imani i fortë e lut Zotin. Ai që s'ka iman nuk thash nuk e lut Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Muslimanët nguten me bën vepra të mira. Në Ramazan krejt punë i bojnë. Elhamdulillah, me një qëllim prej shpresës që Allahu ka më na shpërblim me xhenet. Wa yad'una rabbana raghban wa rahaba wa yad'unana, dhe ata na lusin neve, Allahu t'i bëhet qefi dhe ata e lusin Zotin, wa kanu lana khashi'in, dhe ata kanë frikë respekt Zotin. Prandaj delili i imanit, argumenti i imanit fort e ban njeriu
që muslimani me shiu knatësien e fuqijës i imanit gjatë lutjes që e ban. Hoxha, ka halaka shumë, në disa nga ato do t'i përmendim, pse njeriu duhet me lutë Zotin. Dikush mund me thonë, po hoxha, najna të lutë be Allahin? Mirë, sa herë ke lutë sot Allahin? Prej në sabat deri në qini, sa herë ke lutë Allahin? S'po flas në aspektin industrial, ke ardhë ke thonë, Rabbena atina fid dunya hasana. Ina të folë, sa herë je ka një përqendru në dua në tënde, që ti e tregon nevojën tënde për madhninë e Allahut subhanahu wa taala. Apo vetëm e ki e kalim ti këtë dua. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lutni Zotin dhe ju të bindur se Zoti ju përgjigjet juve. Nëse ne arrim kulmin e imanit, po flas nëpërmjet lutjeve e forcon imanin dhe je nderuar te Zoti, dhe Allahu të don ty, atëherë Allahu ka më ta çelë zemrën ty dhe ki mu kanë zemër gjanë. Sot mungesa e njerëzve që janë zemër ngushtë, këtë mirat e ka të dynjas, mi alip 100 dinarë është shumë i ngushtë. Mi alip një shërbim mi asos ku i shijes është shumë i ngushtë. E lutja e ban njeriun shumë zemër gjanë, e ban njeriun e lumtur, ja hek dëshprimin prej zemrës, ja hek stresin prej zemrës. E ban lutja e sinqert, nalt, ndaj madhnisë Allahut, e ban njerin të dashur të njerëzit. Nuk e ban të egër. Mungesa e lutjeve tonë e ban njeriun raportin shoqëror, e ban të egër. Nëse kena pa be Abu Bekrin, a kena pa dikush pineve, kur kush? E as Uthmanin, e as Aliun radiallahu anhu, e as Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ama kur të flasim ndonjëherë për historinë e tyre, edhe lotin arret. A dini pse? Se në konë gjanë, në konë zemër mirë. Lutjet e tyre janë bereqeti jonë sot që ne jemi musliman. Lutjet e pejgamberëve, lutja e Ibrahimit a.s. është sebeb prej sebepeve që ne jemi sot musliman. E po mirë, ti a ban dua, o Allah, udhëzoj e vladin tëmë. O Allah, udhëzoj musliman. Ne thojmë Rabbena gfirli wali walideja walil mu'minina yawma yakumul hisab. O Allah, ruje mu, masanena e vlad, familje, prind. E masanena musliman të përgjësi. A e përcaktu ndonjëherë me thonë, o Allah, që këtë rini sotit, o Zotë udhëzoj e të bëhen njerëz të dishëm, se s'mujnë me uhec për para shoqëria jonë, populli jonë, pa u shkollu. Një dua të përcaktum, o Allah, prej teje ti e alim, ti e gjithdishëm, udhëzoj e rinin tonë të bëhen shkollu, mësë bëhen në shekullin 21 që ka nuk din shkrim lexim. Dua të veçantë. O Allah, që të në biznismena largoja o Zot haramin nga këta, se që ky haram që ka është furnizim i biznismenave në shoqërinë tonë, ndoshta është ushqimi tyre haram dhe gjeneratat që vinë ushqehen me haram dhe ne nuk kemi bereqet. Ndoshta mungesa e lutjes. Unë e baj lutje o Zot, largoja njerëzve për shembull kamatën, zullumin, reketin. Po pse është kjo? Për shkak mungesës së lutjes Zotit. Edhe ibadetet kanë lidhshmëri. Prandaj këtë ibadetet kanë lidhshmëri me këtë kryet e ibadeteve e cila është lutja ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Po hoxhën shtuve belaja, dvrame të prejme, 5 ndeshje ka ndodhur. Po ka lidhje kjo me dua, ka lidhje me dua. Kjo ka lidhje me mungesën e edukimit në komunikacion. Kjo ka se ti ngutësh dhe harron që ja ke prej udhën dikujna, ja ke zonë rrugën dikujna. A më ndoshta edhe lutjet tona janë të mangu se ne nuk bëjmë lutje dhe Allah nuk i pranon lutjet tona. E çka e du me thonë? Lutja e largon belan. Lutja e largon stresin. Lutja e largon telashen. Nuk ka sen që e largon belan se sa lutja ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka sen wala yardul qadar. Nuk ka sen që Allahu na ka urdhëruar neve me bëj vepra të mira. E pastaj ka thonë illa dua, e duaja e shtyn edhe kaderin e Zotit. Me dua e shtyn edhe kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj e dua min anfal adwiya ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, duaja është ilaçi më i mirë për njerëzimin. Duaja është ilaçi më i mirë për njerëzimin. Prandaj duaja është nevojë e patjetërshme për çdo njeri. Për të smut, për të shnosh, për të pasër, për të varfër, për të fort, për të dopt. Ka të kije. Ti mund është më kanë më i pasër i dynjas.
Ama lutje ndush mi adritu Allahit, mi thonë Allah e pëm para hala. Jo, i lutë e Allahut, a i shka në spital, në kirurgji sot, e lutë Zotin, o Allah vetëm shnoshëm. Këtë dynja në abë veç më shnosh. A i ka nevoj, me lutë Zotin, hoq. Qysh duhet me lutë Zotin? Mi thonë, ja Razak, o fornizush shnoshëm, do të mi thonë, ja Shafi, shfini, o ti qka shëran, shëran mua. A i qka është në burg me të pa drejt, ja Feta, o ti shka i qelë dyrt, qele derën e zullumit që më kam ban zullum këta. Jusufin a.s. Allah e qeti pi burgit. Prej duaz që e pat. Prej duave që e pat. Prandaj, edhe kuptimi lutjes e nevojave të ndryshëm, du të me qenë në cilësien e Allahut, me lutë me emrat e bukur të Allahut, për nevojen që ki. A ka dikush pineve që nuk ka nevoj me lutë Zotin? Me thonë, tamam, unë i kam krejt. Sot po, nesër, po ti qysh s'ki nevoj? Frymën, kush ato të adhonë ty? Allahu. Jetën kush ta dhon? Allahu. Bereqetin kush ta dhon? Allahu. Evlatët e tu, Allahu. Jetën, punësimin, bereqet, këtë mirat, Allahu. As nuk meriton Allahu me lutë dhe me falendëru mirësitë e tija? Prandaj, Allahu na ka kriju neve me nevojë patjetërshëm me lutë Zotin vazhdimisht. Vazhdimisht me lutë Allahun në kona dhe në mundësitë që i kemi në forma të ndryshme me lutë Allahun subhanahu wa taala. Se kjo është duaja tash është argument për me vërtetu tahqiqul iman. Dikush mund me thonë për juve, kur përmenim se është vërtetimi imanit, është për ullje para Zotit. Ti që e lut dika në dynjati për ullesh, po sa njerëz e ti për ullje. Atër ai që ka meriton mi ju për ullje është Allahu subhanahu wa taala, se ai t'jep të mirësitë të dynjas dhe t'jep të mirat e ahiretit. Dikush të të hoqë, umita të lut Zotin Allah, s'kum përgjigjet. Ka urtësi kjo. Hoq, Allah ja të përgjigjet më një herë? Koha e përgjigjes. Po, Allahu ka mundësi dhe ka fuqin më një herë më të përgjigj ty. Por ka urtësi pse Allahu jo çdo kujt i përgjigjet çdo herë kur ai ka dëshirë. Një. Përgjigjja është e Allahut që ti i lutesh Zotit ka mundësi më një herë më të përgjigj. Pejgamberi alayhis salam e luti Zotin për me fitu në luftën e Bedrit, dhe Allahu ju përgjigj një herë me 1000 melaçe dhe me 3000 tha. Fastajaba lahum, Allah ju përgjigj. Ka përgjigje që Allahu e din urtësinë, një prej shembujve. O Zot, am bereqet pasuri. Ose o Allah, ma ban nasip të ashes që këtë dyqan ose që këtë tokë. Që këtë tokë e ka kostën, kushtimisht, për thamë 100.000 euro. Allahu ka qef më të ndëru ty, dhe nuk të banë rëzk për me shqitë. Toka është e mirë, ose dyqani është e mirë, po ti se në shetë. Në vendin e mirë, ti e njeri mirë, po që Allah nuk të banë rëzk. Edhe qka? Amo ti e ki njetin me shqitë, që tash, për 1 muaj me shqitë. Allahu 3 vjetë nuk të banë rëzk me shqitë atë dyqani. Po çmimin hoqë sa e ke banë të valla 100.000 euro, në rregull. Allahu ta prolongon këtë dua tonë, nuk ta jap më një herë. Se din se ti kime pas nevojë jo për 100.000, kime pas nevojë për 300.000. Dhe mas 2 vjetëve ose mas 1 vjetëve kime shit 300.000. Urtësia e dytë është me prolongim. Allahu e din urtësinë e kaderit. Pse Zoti ashtu të çarros, ashtu të nderu me duan, nuk ashtu ta pranu bash në vaktin ti që e kërkon, se atë çka e don njeri dhe atë çka e cakton Allahu është më i mirë se sa atë çka e don njeri. Prandaj Allahu po don më të nderu, e din nevojën tonë dhe mas një mujve. Ne kemi shumë 1000 shembuj, me qindra shembuj, të cilën ka ndodhur hoxhën, ka dash me bë këtë punë, po që Allahu e kam një plat që ka dalë autobani edhe midis autobanit nga hi edhe ma paguajnë shtrenjt tokën. Për shembull, e ka hip vlera. Kemi njerëz që të varfër kanë qenë, mba shumë të pasër, Allahu ka dashur. Ka një dua, një bereqetit të nëve. Dhe e treta, duaja që pranohet është duaja që Allahu s'ta pranon dynjot. Miniher, as me vones, po Allahu kur ta pranon Allahu duan të shpërblen me xhenet. Allahu nasip na boft. Duaja është çelësi i rahmetit Allahut subhanahu wa taala, ad-du'a miftahu rahma. Dhe tham se duaja është çelësi mëshirës Allahut azza wa jall, dhe nëse besimtari nuk e ka këtë pikëqëllim që të arrinte madhnia Allahut subhanahu wa taala, e ka vështirë pastaj me arrit kënaqësinë e Zotit edhe në dynjë edhe në ahiret. Cilët janë sebepet
në aspektin akaidologjik të besimit me lutë Zotin. Se ka njerë që e lusin Zotin, tash po i bojnë edhe shirkë Zotit. Se jam të thonë për mushrikt, jam të thonë për muslimant që e lusin Zotin nëpërmjet shehit, nëpërmjet një gruës të vorri atje, nëpërmjet një turbës. Prandaj duaja duhet të më konë wahdahu la sharika lah, bi esma'illahi subhanahu wa ta'ala. Sharti për më ta pranu duan e para është me lutë Zotin drejt për drejt, një se Allah është semiun besir, shef dhe dëgjon dhe është qadir, është i gjithmundshëm. Me lutë Zotin me emrat e tij të bukur, pa i bë ortak Allahut, pa i bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Në Ramazan dhe hoxh, pse e të fol bashkë për në Ramazan për lutjen, është koha më e volitshme në Ramazan me lutë Zotin, se Allahu i përgjigjet. Nëse lutja jote e ka shpërblimin herë një, ndoshta ne herë 1000 e kije për momentin lutjen. Nëse kemi thonë në fillim të Ramazani se një herë me thonë subhanallah, në Ramazan e kish shpërblimin herë 1000, atëherë edhe duaja jote është shumë fishu herë 1000. Mirë po, duaja në 10 e funit Ramazanit, fi thuluthul akhir, në pjesën e tretë natës, është koha më e preferuar ku Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e tokës dhe thot, a ka dikush që më lut mu e unë t'i përgjigjem. Allahu po zbret. Në pjesën e tretë qiellit edhe po thot, a ka në një prej jo muslimanëve që qohet në mesin e natës dhe i çon durt? Jo, musliman. Hoxh, pse natën e ditën ka diferencë? Se ti e ke prish rahatllëkin kur jeta është me fletë në natën, ti në muajin e Ramazanit, në 10 e fundit, e ndjek sunetin e pejgamberit që ka lidhi zarin, teshën e tij, e ka pështjell dyshekin e tij, e ka madhruar Zotin dhe ka lut Zotin shumë, atë ne atë ndjek sunetin e pejgamberit, rrugën e tij që ne në Ramazan, në 10 e fundit, në Ramazan, po edhe në 10 e fundit, ti jemi më kujdestar dhe muslimanët dritat i kanë 99% kallë. Deri në sabah namaz. E kjo është nevoja që ne e kallëzojmë, o Allah, ne kemi nevojë që ti më na çel cilën rrugën e qiellit, në rahmetin tan, xhennetin tan. E Allahu po zbret në shenjë respektin qiellin e tokës dhe po thot, a ka dikush ndonjë kërkesë që t'ja plotësoj unë? Bashkë kështu është hadithi. A ka dikush ndonjë kërkesë t'ja plotësoj unë? A ka dikush që kërkon më lut mua që unë t'i përgjigjem? E a nuk është marrë o vëllezër? Allahu t'i vjen marrë mi çu dikush durt e mos më pranu duan kabul. Pse neve nuk na vjen marrë mi çu durt? Do të ti çka i çon durt, Allahu t'i vjen marrë, ti ban duat kabul. Nëse e lut Zotin një, nëse je sinqert, me bindje Allah, si dush falem, si dush mos fal. O Allah, si dush çetëm se namaz, jo, nuk ka me kusht. Allahi nuk kurzohet. Kjo është qillatul adab, kjo është mungesa e edukatës, besimit të Zotit subhanahu wa taala. Lutë Zotin i bindur se Allahu të përgjigjet. Prandaj pjesa e tretë e natës është pjesa e adhurimit që ti e lut Zotin subhanahu wa taala dhe Allahu thash po zbrit kanë qiellin e tokës dhe nëse Allahut i vjen marrë mos më ta pranu duan, ti pse s'po të vjen marrë me lut Zotin? Kur dikush si vjen marrë e lut budën agjenkin, e dikush e lut zjarmin, e dikush lopën, Allahu ty dhe mu na ka mundsu me lut Zotin. Lut në marrë Zotin se Allah e ndron gjendjen tonë. Me lutje është motori, është ajo elektronika e parë që e rrotullon energjinë për ka Zoti me shku. Nëse nuk e lut Zotin, s'ki energji me shku, ka madhnia Allahu subhanahu wa taala. Dawam, pastaj prej sebepeve tjera, prej sharteve që më ta pranu Allahu duan tonë, është që muslimani me bëdhe vepra të mira, nuk mjafton veç me nejt. Ti që ka ardhur me fal namaz, ti që agjeron, ti që bën vepra të mira, janë lidhshmëri me lutjen. Nuk shkon vetëm lutja dhe me nejt në kokër shpinës. Lutjes dush mja bashkangjit edhe veprat e mira. Dhe kjo është dëshmia e imanit. Ti ke hyp në anijen për me dalë në ato. Ama ja anije çka don? Don lëndjek se për me mi dhon energjinë ato. Dikush duhet përpara i kanë livrit ato drunat. Atëherë ti çka i tu livrit në këtë dynjë? Allah i ka kriju me mundësi mundu dhe me ndryshu situatën tënde. Me çka? Me veprat që i bën për hir të madhnisë Allahut. E pastaj normal që lutën Allahu ta pranon. Hoxh, lutja, istikfari, duaja, këto janë llojet lutjeve.
thotë Allahu në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. Jo që keni besu Allahin, përmendni Allahin shumë. A është lutje kjo? Edhe kjo është lutje. Por Allahu ta pranon lutjen ajo gjuhë e cila e ban dhikr Allahun shumë. Prandaj Yunusit alayhis salam në barkun e peshkit Allah ja bani dua në kabul se ai hiç panale ka përmend Zotin. E ka bë dhikr Allahun subhanahu wa taala. Bile ai që e ban dhikr Allahun dhe e lut Zotin, Allahu një njësi speciale të melaçeve. Alladhina yahmiluna al-arsh. Ata që e bajnë arshin e Zotit. Allahu kërkon prej melaçeve me kërku falje melaçet për neve, na që e lutim Zotin. Dhe i bajnë dhikr Allahut, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ata e falendrojnë, i bajnë tesbih Allahut, e bajnë dhikr Allahut subhanahu wa taala. Kush ndërmjetësoj te Allahu, pse Allah nuk e ka ndëgju, e ka ndëgju. Për dëshmitar dhe ata që kërkuan falje ishin melaçet për Yunusin në barkun e peshkit, pse ai e përmeni Allahun subhanahu wa taala shumë. Prandaj edhe dhikri është prej sebepeve, do thotë që Allahu azza wa jall e pranon. Dhe për fund e kanë pyet një prej ulemave të mëdhaj, Ibrahim Ethemi, i kanë thonë unë myt ato e lut Zotin unë. Po Allah i his pun përgjigjet. As të parën, as dytën garant, as agjeja. Thot, lutja juve është prej në gjuhë dhe nuk i plotësoni shartet e lutjeve. Ne i përmenëm disa nga shartet. Thot, derisa zemrat e juve janë të vdekura në disa gjona, Allahu nuk ja pranon lutjen. E para, thot, ju i ndëgjoni fjalët e Zotit, por nuk veproni me ta, nuk i rënqethet zemra. Allahu nuk e pranon atë lutje e cila nuk i rënqethet me fjalën e Zotit zemra e tij. E dyta, thot ju i ndëgjoni fjalët e Allahut, por nuk punoni me ta. Devam, amel salih, nuk bajna vepra të mira. Na veç pinë kokër shpinës kena qef me shku në xhenet. Prandaj, Allahu nuk ja pranon duan, se juve zemra nuk i rënqethet, dhe ju nuk punoni sipas fjalës së Allahut. E treta, thot ju i ndëgjoni fjalët e pejgamberit alayhis salam, por nuk merrni mësim nga ta. A ka diçka që na ka thonë pejgamberi dhe nuk kemi nevojë na? Ka fol diçka tepër Resulullah, s'ka. Pejgamberi ka fol tamam s'ka kemi nevojë na. Nuk ka diçka në kësan. Edhe formën e duas na ka mësuar me hin xhami. Me respekt, edhe në banjë me hin na ka mësuar pejgamberi cilën dua me bë. Edhe kur dalsh prej toaletit, prej veces, çka të ka mësuar cilën dhikr duhesh me bë. Edhe këtë detaj. Edhe kur të martohesh të ka mësuar cilën dhikr me bë. Po mungesa e dhikrit është pasojë e martesës që të shnosh. Mos tim detajet tash. Po shpesh herë njerëzit vallaja grakja ka zonë, po graki se s'ban dhikra, i s'ban dua, si din këtë rregull. Mungesa që të lutje është. Edhe ka shumë pasoja në shoqërinë tonë për shkak mungesës. Prandaj tha nuk ta pranon Zoti ty duan se ti nuk e ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam. Çdo detaj na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha i përcjellën edhe xhenazat te varret. Kujna të quat njëri. Deri tash kemë neve 60 vjet, 70 vjet, sa do kena përcjell? Allah i xhenet ja boft. Ku është të shku? Te Allahu. Po mirë, ti as je hazër? Thot nuk të rënqethet zemra, ke harrus edhe ti në qatë rrugë, fe firru ila Allah, na të shku ka Allah, sot jam nesër sje. E nëse nuk e ki këtë material, këtë dhikr, këtë istikfar, këtë agjerim, këtë dua, këtë lloj të ibadetit, çish ke me dal para madhnisë Allahut. Prandaj duat nuk bëhen kabul për shkak se ti zemra jote me Kur'an dhe me Sunet as nuk rënqethet, as nuk dëgjon, për ke harruar edhe stacionin e fundit, e cila është i patjetërshëm është vorri. Prandaj pe duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë, hoç vorrin e përmene, po çka dush me përmend për juve? Përmendni dikush, un kam ju kallzu ka ajet edhe hadith. Vorrin ka thënë pejgamberi alaihi salam, Allahumma inni es'aluka kalut jannati. Ka thënë Allahumma ij'alni qabri rawdatan min riyadil janna. Ka thënë pejgamberi sa o Allah ma ban nasib vorrin pi bahçe të xhenetit. Wala taj'al hufran min hufar an-niran. Dhe ka thënë mos e ban nasib o Allah vorrin prej gropave të xhenemit. Pejgamberi Allahut i garantum Allahu rahmet për njerëzimin e ka qu. Çka ka thonë? O Zot, për te e kërkoj që bahçet e xhenetit ta kanë vorrin. Na e bojna këtë? Na edhe te vorret duhan muhabet. Harrojnë edhe çat moment me bë duat për vdekurin.
Ka thonë pejgamberi sa kur shkojsh me përcjell vdekurin, is'alullah, lutni Zotin li akhikum për vllavin tuaj, sa i pyetët, lutë Zotin me forcu Allahi. Në edhe në çat moment nuk bëjnë dua. Po shkojnë se a ke me filani, filan miki, filan dosti, valla te vorri. Po ke. Ke me trupa, ke me lutja, ke me dua. Prandaj ndryshimi i çdo adhurimi starton nga zemra, nga sinqeriteti, me lutje ndaj Zotit, mos me zgjat më shumë, e lutim të madhnin e Allahut, që Allahu duat tonë Allahu t'i pranon. Allahu na bën vetëdijshëm që këtë muaj dhe këtë net që na ka mbet, të Ramazanit i kalojmë sa më shumë me lutje t'i afrohemi Allahut subhanahu wa taala. Allah i na mëshiroft, dhe vdekurit ton Allah i mëshiroft, dhe ja bën vorrin nga bashkët e xhenetit. Allahu nasib na bof shefatin e pejgamberit. E kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.